Shtimi i numrit të turistëve dhe ofrimi i kushteve sa më të mira për ta është një sfidë për të gjithë vendet me resurse turistike, por kjo nuk duhet të cënojë parqet kombëtare, si dhe biodiversitetin e vendeve të mbrojtura. Ky ishte fokusi i një takimi mes Institutit për ruajtjen e natyrës në Shqipëri dhe Green Home në Malin e Zi, i cili u mbajt në Parkun Kombëtar të Liçenit të Shkodrës në Vraninj. Takimi kishte si qëllim promovimin e vlerave të liçenit, sfidat dhe arritjet në menaxhimin dhe ruajtjen dhe zhvillimin e vlerave natyrore dhe atyre tradicionale lokale në shërbim të komunitetit dhe ekonomive lokale në zonë. Për këtë ishte organizuar një vizitë në Muzeun e Liçenit të Shkodrës, ku të balsamosura ishin treguar një pjesë e mirë e kafshëve dhe shpendëve që jetonin në këtë park kombëtar, si edhe një shëtitje me varg, ku prezantua biodiversiteti i liçenit, ku më në syra zambaku i bardh. Sipas organizatorëve të këtij takimi, përdorimi i mençur i biodiversitetit të liçenit do të garantojë zhvillimin e ekonomisë lokale dhe ruajtjen e vlerave dhe burimeve natyrore të kësaj zone të mbrojtur për brezat e ardhshëm. Ata u shprehën kundër projektit i cili këtë park natyror do ta shndronte në një rezidencë vilash për turistët. Rrezikohet zhvillimi i resurseve të Liçenit të Shkodrës, pasi po favorizohen disa projekte të zhvillimit turistik, të cilat nuk i përshtaten këtij vendi. Është një projekt i cili parashikon ndërtimin e disa vilave rezidenciale për turistët në gjithë bregun, që do të sjellë rritje në numrin të turistëve në 100%. Ndërtimi i këtyre objekteve mund të rrisë vërtet numrin e turistëve, por do të shkatërrojë ekosistemin natyror të liçenit, si dhe do të cënojë statusin e tij si një park kombëtar i Malit të Zi. E ardhmja qëndrueshme e Liçenit të Shkodrës, kufi natyror midis Shqipërisë dhe Malit të Zi, varet nga veprimet e koordinuara të dy vendeve. Ky aksion i përbashkët synon të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e biodiversitetit midis aktorëve kryesor dhe menaxherëve të mburimeve natyrore. Drejtori ekzekutiv i Institutit për ruajtjen e natyrës në Shqipëri, Nihat Dragoti, tha se liçeni i Shkodrës ka një diversitet të lartë të bimëve dhe kafshëve, duke numëruar 930 lloje algash, 497 bime nzore dhe 430 lloje zooplanktoni dhe mikrofaune, dhe ruajtja e tyre duhet të jetë në fokusin e dy qeverive. Qëllimi kryesor i zhvillimit të këtij liçeni është në radhë parë ruajtja e biodiversitetit, që ka një biodiversitet të larmishëm, shumë pasur, qoftë të florës, qoftë të faunës. Ju besoj një pjesë të tyre edhe e pat gjatë ekskursionit që kryem në pjesën e liçenit Parkut Kombëtar të Liçenit të Shkodrës që ka Mali të Zi, por e njëjta situatë është pothuajse edhe në anën tonë të Shqipërisë. Ka karakteristika të ndryshme gjeofizike, të cilat janë shumë të rëndësishme, janë shumë atraktive në dy krahat. Pavarësisht vlerave të mëdha të liçenit, kjo zonë përballet ende me probleme si urbanizimi i pakontrolluar dhe ndërtimet e palishme, gjuetia pa leje dhe shqetësimi i llojeve të egra, probleme për të cilat ia vlen të ngrihet zëri i shoqërisë civile dhe i ambientalistëve.